Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi përshëndetjen nga emisioni i Ramazanit. Takohemi së bashku edhe këtë mbrëmje për të vijuar me temën dhe të ftuarin në këtë emision. Kemi nderin dhe kënaqësinë që sonte të kemi të ftuar kryeimamin e Mexhlisit të Dinoshës, imam në xhamin e Mileshit, zotëri Xhavahir Arifaj. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni sonte me neve. Mirëmbrëma. Kënaqësia është e emisionet e juaj. Kënaqësia ishte jona që sonte së bashku të kemi të ndajmë një bisedë kështu të frytshme për të gjithë ato besimtarë që janë duke na ndjekur në këtë natë të Ramazanit. Tema e mbrëmjes së sotme është edhe Ramazani, muaji i ndryshimit të vërtet. Na ndikoni si ndikon Ramazani tek njerëzit e posaçërisht tek brezi i ri. Për fillim, Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Zotit Mëshirosit, gjithë mëshirshmit, vetëm Zotin e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, kërkojmë. Pasa mëshira dhe begatit e Zotit, qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë dhe shkojnë rrugës tij. Pasa mëshira dhe begatit e Zotit qoft mbi të gjithë teleshikuesit të televizionit tuaj, duke lutur të mallin Zot agjërim të lehtë dhe adhurim të pranuar në këtë muaj të bekuar. Faktikisht ky muaj i bekuar i Ramazanit është një dhuratë e madhe prej të mallit Zot, se e zgjolli i malli Zot për të gjithë ata të cilët dëshirojnë ta pranojnë dhe ta shfrytëzojnë këtë mirësi dhe begati në adhurim, krahas asaj se Zoti Xhaleshanuhu e bëri si obligim agjërimin e këtij muaji të bekuar, e agjërimi i këtij muaji të bekuar për besimtarët, vetëm sa është i njohur dhe i ditur se do thot përmbajtje brendja ditët për një kohë të caktuar, pra prej agimit të mëngjesit deri në perëndim të diellit, përmbajtje prej ushqimeve, pijeve dhe kontaktit bashkëshortor. Krahas këtij adhurimit që i malli Zot e bëri obligim një prej 5 shtyllave të besimit islam, është edhe agjërimi i këtij muaji të bekuar për të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që janë moshë rritur, janë të shëndetshëm, nuk janë në udhtim dhe i binden Zotit me përgjegjësi dhe besnikëri. Pikërisht për këtë adhurim i malli Zot në Kur'anin famlar, mes tjera thot: A'udhu billahi bismillah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Zoti u drejtohet besimtarëve, pra besimtarë janë ata të cilët i pranojnë të gjitha adhurimet prej Zotit, obligimet e Tij dhe mundohen se të largohen prej të gjitha atyre të cilët i ka ndaluar Zoti, se mos ta hidhrojnë Zotin në veprimet e ndaluara. Dhe pikërisht besimtarëve u drejtohet Zoti duke u thënë se u është bërë obligim agjërimi edhe juve, ashtu si ishte obligim edhe popujt që ishin para Muhamedit alayhis salam, me një qëllim. E qëllimi i agjërimit është arritja e devotshmërisë. Devotshmëri me fjalë të thjeshta kuptohet se ti bindemi Zotit me përkushtim dhe besnikëri nga e gjithë ajo se ai na urdhëroi. Dhe njëkohësisht të largohemi nga çdo ndalesë se i malli Zot e ndaloi njeriu se të futet në to. E kjo është gjithëherë për të mirë të njeriut. Para se të fillojmë në përgjigjen e asaj pyetje, faktikisht i malli Zot është mjeshtri i njeriut. Zoti e ka krijuar njeriu. Edhe sigurisht se Zoti e din mas mirit çka i nevojitet njeriut. Pikërisht çka i nevojitet në jetën e tina, edhe fizike, anës fizike, edhe anës abstrakte të kësaj krijesë. Jo rastësisht i malli Zot e ka lënë obligim agjërimin një herë në vit. Nuk do thotë se
nuk preferohet se brenda vitit të kenë edhe ditë tjera të agjërimit, siç i praktikonte vetë profeti Muhammed a.s. sikur se ishin ditë e hane mbrana javet, ditë e ite mbrana javet. 3 ditë e plota të muajit hanor, pra ditët e plota janë e 13, 14, 15 ditë të muajit, dita Arefatit, dita Ashurës, e kështu me radhë, pra këto janë ditë të preferuame, por obligativa është muaji i bekuar i Ramazanit, për cilën do t'japin edhe llogari. Zoti krahas asaj shpirtërore, edhe arritjes së devotshmërisë, e ka përzgjedhur mënyrën e agjërimit në fakt se njeriu të kenë kujdes brenda ditët gjatë këtij muaji se në fizikun e tij në të bëjë pak një ndryshim. E ndryshimi është pastrimi. Se konsumimi i ushqimeve dhe pijeve të ndryshme brenda vitit, njeriu shpesh herë ngarkon vetvetion, organizmin e vet me ushqime të cilat ndoshta ka organizëm se nuk i preferon dhe nuk i pranon me kënaqësi. Dhe ka njeri që ndoshta mbas konsumimit të ndonjë ushqimit apo pijes mund të ndryshojë gjendjen e vet, mund të sëmurët. Por deshti Zoti se ky agjërimi të jetë në të mirën e njeriu, se faktikisht ky njeri, kjo krijes, ka nevojë edhe pastrimin fizik në një formë apo në një formë tjetër, e Zoti ka përzgjedhur më të mirën se nevojat e njeriu. Mjekët në studimet e veta e bajnë edhe një sqarim tjetër, thot kur njeriu smuret, gjën e parë që e humb është oreksi. Edhe shpesh herë neve, prej mos kuptimit, mundohemi njerëzve të sëmurë t'u japim me zor ushqim ose pije që ata të hanë ose të konsumojnë, edhe pse organizmi i tyre faktikisht nuk e don. Po në esencë, ajo është natyrshmëria e Zotit, se ndoshta ato ushqime ose prej atyre ushqimeve dhe pijeve në atë formë se ai njeriu është, do të sjellin pasojë edhe më të mëdha. Por ata Zoti natyrshmërisht e ka lënë se njeriu ta refuzojë një rrezik se mundet mi rreziku edhe më tepër trupit dhe organizmit të njeriu. E shpesh herë dhe më e mira është se njeriu t'i ndihmoj vetes pa u smur. Pra ta mbrojnë smundjen ose rrezikun prej smundjes pa smundja, se kur vjen smundja do është pak më problematike se të kurohet dhe të largohet ai rrezik. Ajo që është shumë më rëndësi për rinin ton, se muaji i bekuar i Ramazanit të ndikojë në një formë, në mënyrën më pozitive në jetën e tyre, se ata të kenë mundësinë se të fitojnë një formë edukimit përmes muajit të bekuar të Ramazanit. Sepse muaji i bekuar i Ramazanit është një ligjë rregullore se duhet të i përmbahemi. Por rregulloria e muajit të bekuar të Ramazanit neve mund të na mësojë edhe në jetën e përditshme, se edhe pas Ramazanit ta kem neve një jetë të edukuar, se do të jetë praks e njeriu dhe trupi i njeriu. Sigurisht, kur e fiton një formë mënyre të edukimit në jetën e vet, një rregullore se përmbahet njeriu asaj rregullore vazhdimisht, edhe trupi e ka më lehtë se t'i përballojë çdo sfidë që mund të rrezikohet. Nëse gjithë herë kemi një ushqim në të njëjtën kohë, nëse kem ecjen në një mënyrë të veçantë, pothuajse në njëjtën kohë. Veprimet, konsumimi i pijeve edhe ushqimeve, ashtu sikur mjeku se rekomandon të sëmurin mi pi ilaçet në kohën e vet. Edhe ja cakton këto janë orët ose koha se duhet t'i pish ti ilaçet. Ashtu është mirë se njeriu përmes edukatës Ramazanit të edukohemi edhe mbas Ramazanit se ne ta mbajmë një rregull në jetën tonë
të përditshme sa ajo do të na ndihmojë edhe ta mbrojmë vetin nga shumë sfidat të cilat mund të rrezikohet trupi i njeriut, por çka është shumë e rëndësishme të bëjmë edhe edukatën shpirtërore. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith, thani profetike thot: "Men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush azron muajin e bekuar të Ramazanit me bindje të plot, sa ai do ta gjen shpërblimin nga i malli i Zot, atina i falen mëkatet, do të pastrohet prej mëkateve me mëshirën e Zotit. Normalisht se ne kemi mëkate të cilat nuk mund të pastrohen vetëm me azrim, por duhet me pendim të sinqert dhe mi kërkuar Zotit falje dhe mos të kthehemi me të, po kemi edhe mëkate që Zoti mund na i falë atëherë kur ne mes vetit bëhna halal. Se ka mëkate se i kem raport mes njerëzve, aty nuk ndryhyn Zoti, përse Zoti ka dëshirë se ne raportet i përmirësojmë mes vetit dhe bëhemi mes veti halal, atëherë Zoti me mëshirën e vet i fal dhe i shpërblen ata të cilët falin, edhe ata që bëhen shkaktar me ardhi deri te pajtimi dhe largimi i çdo të keqes. Kjo edukat në veçanti duhet ta kuptojmë te brezi i ri. Se brezi i ri është e ardhmja në shoqërinë. Kur një brez të ri e kem të edukuar, e kem në një formë në rrugë të Zotit, si thonë të ne, Rrugë të drejtë. në rrugë të drejtë, faktikisht ne prej asaj shoqëri nuk rrezikojmë të keqen, vetëm kem një shpresë për një të ardhme shumë të mirë dhe perspektivë nga rinia, qoftë ajo raport me Zotin ose në çështjen e edukimit fetar, qoftë edhe në atë shoqëror, që është shumë e rëndësishme, se në edukimin shoqëror të kemi një rini të drejtë, të rregullt, se atë është përparimi. Dhe kur është rinia në rrugë të drejtë, atëherë as nuk frigohet, se rrezikohet nga drogat, apo nga alkoolet, apo nga vjellja, ose ndonjë ves negativ që i sjell shoqërisë në përgjithësi vetëm dëme edhe shkatërrim. Është shumë e rëndësishme se të ri ta kuptojnë se atë që Zoti e ka urdhëruar për ta është vetëm për të mirë të njerëzve, e atë që Zoti e ka ndaluar pikërisht është vetëm për të mirë të njerëzve, se nuk do në Zoti me i çua robin e vet në rrezik të jetës, të shëndetit apo të besimit. Na tregoni pak si e po kaloni Ramazanin këto ditë dhe net të Ramazanit në malësi, si jeni duke e kaluar dhe çfarë është duke qenë më ndryshe? Faktikisht besimtar kudo se janë, i gëzohen muajt e bekuar të Ramazanit, shifet një ndryshim i përzjedhshëm të besimtar, edhe ne sigurisht si këtu në qytetin e juve të bukur, në Ulsin dhe Mezher, besimtarët fokusohen në adhurim, fokusohen që sa më tepër të kalojnë kohën në veprimet e mira, shkuarja në xhami, adhurim ndaj Zotit, leximi i Kur'anit, iftaret familjare, iftaret e përbashkëta, gjërat të cilat janë pozitive. Në përgjithësi, kjo atmosferë është edhe të ne, është edhe në përgjithësi të besimtarët, ajo që në këtë vit, në krahasim me vitet e kaluara, shifet dukshëm një numër më i madh i besimtarëve duke shkuar në xhamia, duke adhuruar Zotin, dhe pikërisht është kënaqësi është për të gjithë besimtarët, por deri edhe te ata më të veçlit, e shefat gëzimin edhe atë ndikimin e Ramazanit pozitiv në atë shoqërinë tonë, atje në malësi, por besoj edhe më zero. Si mund ta kuptojmë ne që ka ndikuar Ramazani tek ne dhe është duke ndikuar? Faktikisht, besimtarët janë të urdhëruar prej Zotit se të kryejnë obligimet e Zotit. Dhe çdo obligim që i malli Zot e ka urdhëruar, ajo është obligim që të përkryhet me kohë.
dhe për to do t'japim nesër llogari kur dalim para Zotit. Çdo obligim që kryhet për i të mallit Zot, për hir të Zotit, aty kem shpresë se kem edhe shpërblimet për i të mallit Zot. Po, si ne mund ta kuptojmë se me të vërtet adhurimi ynë është deri dikun i pranuar nga i malli Zot, ose shpresa jonë se adhurimi është i pranuar të i malli Zot është se ne të pyesim vetin edhe të bëjmë një testim adhurimit tonë, qofse ne jemi me të mirë mbas adhurimit se para adhurimit ose gjatë adhurimit, ajo është një dukje, një rezultat se adhurimi jonë të Zoti ka pas rezultat. Po nëse jem të njëjtit ose ruan azo edhe më dot se para adhurimit ose gjatë adhurimit, atëherë nuk është në pyetje adhurimi, por është pyetje veprimi jonë sa i kimllon ne hakun atij adhurimit. Edhe kështu në gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, Zoti Xheleshanu ne ka lutsu adhurimin këtë muaj të bekuar. Ka premtuar se i kam mbyll dyert e zjarrit ose xhehenemit, i kam hap dyert e xhenetit, i kam prangos djajt apo shejtan. Dhe faktikisht na lehtësu ne kryerja e këtij obligimit. Sa nuk e ke rrezikun e madh nga djalli i mallkuar, nga shejtani. Por shpesh herë neve mund të ndikoj edhe epshi, egoja jonë. Nëse ne këtu jemi në gjendje të i kalojmë egon tonë, të i përballojmë me rezistencë egos tonë, veçantë në muajin e bekuar të Ramazanit. Atë çdo send është e lehtë se nesër kur dalim para Zotit të jenë të gjitha adhurimet rast për shpërblim për i të mallit Zot, se agjërimi i ka faktikisht do shpërblimet të cilat nuk i zem të adhurimet tjera. Dhe ato i fiton ai i cili me të vërtet e agjëron muajin e bekuar të Ramazanit me bindje besnikëri të plot, duke synuar atë shpërblimin prej Zotit edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Ne kemi disa shpërblime të cilat i ka paralajmëruar, na ka përgëzuar i malli Zot përmes gjuhës pejgamberit alayhis salam, po ka shumë që do të mbesin surprizë se pikërisht për agjërimin, pejgamberi alayhis salam thotë saumun li wa najzi bihi. Pra, Zoti ka thënë në një hadith qudsi është fjalë e Zotit që nuk gjendet në Kur'an, por e përcjellur drejt për drejti prej pejgamberit alayhis salam, se çdo vepër, çdo adhurim që e kryejmë ne, e kryejmë për veti, sa të kem prej atij adhurimit as kemi pas shpërblimin. Kurse agjërimi është diçka e veçantë, e veçantia e agjërimit është sepse çdo adhurim që të kryejmë në këtë botë na duhet të kemi një raport me të tjerët. E agjërimi është drejt për drejt i raport vetëm me Zotin. Nëse është se i fal namazet ditore, preferohet me shkon në xhami. Aty ka me të pa dikush kur të shkosh në xhami. Po edhe në shtëpi u falsh, kanë me të pa anëtarët e familjes. Domethënë, është e pamundur se të bëhet diçka vetëm mes të jellës Zotit. Qëllimi po, por dukja, forma dhe kryerja e adhurimit preferohet në xhami, por edhe në shtëpi kur të kryesh dikush të shef. Ashtu edhe dhënia e zakatit është një lëmosh obligative, por spakut mos të paft kush tjetër ka me të pajë se ja jep lëmoshën. Shkuarja në haxh njëjtë, dhe ajo është obligim se nuk mundesh me shkuar ku do ti dhe kur do ti, por ditë caktuame në vend të caktuar. Pra atë nuk shkohet me dikon që ka me të pa dikush, kurse agjërimi është diçka e veçantë. Aty është ajo veçantia se ti në sufur mundesh me kanë me familjar, po brenda ditësh mundesh me hangër me pi diku më shef që nuk të shef kush. Por ajo ndërgjegje, ajo bindje e plot ndaj Zotit, ndaj këtij obligimi se pe krye, kjo të mban gusht lidhur me Zotin, se ndoshta prapë në iftar ti mundesh me kanë me familjar mendojnë se ti agjëroshim ti, ndoshta mundesh me pas të kundërtën. Por ajo besnikëri, ajo sinqeritet se të mban përmes këtij adhurimit me Zotin, me të vërtet është ajo se i malli Zot don me shpërblye agjënuesit me një shpërblim
të veçantë dhe surprizat të cilat Zoti nuk i ka shpaluar të gjitha, por do të jenë surprizë ditën e llogarisë. A mjafton të ndahemi nga pija dhe ushqimi në Ramazan, apo duhet të dëshmojmë edhe në diçka tjetër? Si na shpjegoni? Faktikisht, si esencë, çka e prish azhërimin është ushqimi me qëllim, pije me qëllim dhe afrimi bashkëshortor me qëllim. Këto janë ato të cilët e prishin në esencë azhërimin, pra kur thamë këtu, do më thënë ata që e bën këtë me qëllim. Por nuk është e gjithë azhërimi vetëm se të largohemi prej këtyre zërave, se i përmendëm, por faktikisht azhërim ka kuptim për me kënë azhërimi i plot se besimtari me krejt shenjen e vetë të kenë kujdes mbrana këtij muaji të bekuar Ramazanit, jo vetëm një aspekt besimtari do të më kanë shembull gjithë herë. Ton jetën do të më kanë model i të mirës, sa ashtu na mëson edhe i malli i Zotit. Por në veçanti në muajin e bekuar të Ramazanit, nëse ne përmbahemi brenda ditët prej pijeve, prej ushqimeve, prej kontaktit bashkëshortor, por në anën tjetër me gjuhën tonë shajmë, nemim, përgojojmë, çpifim, bëjmë fjalë, atë çfarë vleret ka azhërimi jem kur unë jam në gjendje me gjuhën time t'i bëj kësht tjetri. A pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thot, besimtari vërtet el mu'min men amana an-nas min lisanihi wa yadihi. Besimtari vërtet është ai prej cilit janë të sigurt nga gjuha e tina edhe dora e tina të tjerët. Pra, na mujmë i thënë vetëm besimtar. Por, nëse ne nuk e ruajmë gjuhën edhe nuk i ruajmë tjerët me gjuhën tonë, po përkundrazi kanë dëm edhe pasoja prej muhabetit tonë, atëherë ne jemi besimtar të sinqert. Azhërimi pikërisht, azhërimi e humb vlerën e shpërblimit. Ti mundesh me kanë unë të leshtë, siç thotë edhe pejgamberi alayhis salam, Zotit nuk i duhet uja edhe etja e juaj. Pra, Zotit nuk i duhet që ne të rrim unë të leshtë, por Zotit i duhet ajo që mbajmë ne në zemrat tona, sinceritetin e plot. Kur e keti sinceritetin e plot edhe respektin ndaj këtij muajit, ti do thotë, përveç ushqimeve, pijeve dhe kontaktit bashkëshortor, ti përmbahesh edhe me gjuhën tënde, edhe me shqisat e të pamurit, mundosh mu largua se mos shikosh në haram, edhe me shqisat e të ndëgjuarit, se mos ndëgjosh gjithçka, edhe me zymtyr tua, si me duar, si me kam, si me çka do qoftë, se ti mos me i bën kujdo, të sigurosh të tjerët. Pra kur të shohim ne veten se me të vërtet duke u përmbajtur prej ushqimeve e pijeve, kontaktit bashkëshortor, me shqisat të folurit, me gjuhën tonë ruhemi me sytë tonë, me veshët tonë, me duart dhe këmbët tona, ta dim se atër kem arrit atë vlerën e devotshmërisë. Anësovë se ne vetëm përmbahemi prej këtyne trijave kryesore dhe me këto tjerat nuk kem kur farë përmbajtje, nuk kem kur farë kujdesit në to, ta dim se ne kem ardhë në atë shkallë, si e të thot pejgamberi alayhis salam, prej Ramazanit ton kem vetëm ujën edhe etjen e kur nisen ma tepër. Kështu që besimtarët të kenë kujdes gjatë azhërimit, se përveç atyre përmbajtjeve kryesore, të përmbahemi edhe me gjuhën tona, me synë tanë, me veshët tona, edhe me zymtyrët tona, se ti ruajmë përveç vetes, ti ruajmë edhe të tjerët. Se nesër kur dalim para Zotit, çdo pjesë e trupit do t'jap llogari. Zoti do t'i urdhërojë edhe gjuhën çka ka folën këtë botë, edhe sytë çka kanë pa në këtë botë, edhe veshët çka kanë dëgjuar në këtë botë, edhe duart çka kanë vepruar, edhe këmbë kanë ecur, ne ndoshta do të fundohemi mi ndal mos folni, por faktikisht ato i urdhënon Zoti, edhe gjitha kanë me fol me dëshmua çka kemë pa në këtë botë, edhe në fund Zoti e urdhënon tokën, edhe i thotë
dëshmo për këtë njeri në sipërfaqen tonë çka ka vepruar sa ka qenë këtë botë. Kështu që të kemi kujdes se kjo botë është e shkurt, duhet me kaluar në botën tjetër dhe duhet me dalë para Zotit në llogari. Shumë e vërtet. Po, me tregoni me që jemi edhe në muajin e Ramazanit, sa janë të rëndësishme edhe falja e teravive? Faktikisht ka dashur i malli Zot ashtu që agjërimin ose adhurimin e agjërimit të jetë brenda ditës, por ta përcjelli edhe një adhurim jo i domosdoshëm, por i cili do të kenë dobi në kohën e mbrëmjes ose natën. Falja e teravive është një sunet, një veprim të cilën e ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe është një adhurim i cili preferohet të bëhet me xhamat në xhami dhe aty i bashkojnë besimtarët dhe besimtarët përveç se bashkohen në këtë adhurim, aty kanë rastin se të takohen mes veti, ti shfasin njëri tjetrit edhe gëzimet, por edhe nevojat, se më i miri namaz ose lutje është namazi që bëhet me xhamat, shkaku se don Zoti se t'i afroj besimtarët. Mos t'jenë adhurimet të gjitha vetëm vetjake. Është interesante se të gjitha adhurimet kur t'i shohim, të gjitha pothuajse janë të preferueshme se të bashkohen të jenë unike me xhamat. Namazi për mashkujt në xhami 27 herë më i mirë se në shtëpi. Agjërimi i muajit të bekuar, iftaret preferohen me hangër me familjar ose me ata të cilët kanë agjëruar. Sa më shumë njerëz të kishën sofër, pejgamberi alayhis salam i ka përgëzuar të gjithë ata që e ushqejnë një të agjëruarshëm, e ka sevapin e atij pa i munguar fare. Domethënë nëse ti ke në sofër 10 vetë që kanë agjëruar, ti ke në shpërblim 10 agjërime të asaj ditë. Se i e kanë shkak se ti ushqesh ata të cilët kanë agjëruar. Atë namazi i teravis, edhe pse agjërimi është gjithkush për vetin, në punën e vetën, në hallin e vetën, në shtëpinë e vet, prap ka dashur Zoti që edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, edhe nëse nuk mundi iftaret të gjithë të bashkoheni, e ka lënë si një mrekulli se të bashkoheni mas iftareve. Në një lutje të përbashkët ku në vendet më të mirë. Ku janë vendi më i mirë? Vendi më i mirë sipërfaqe të tokës është vendi aty ku adhurohet Zoti, pra faltoret. Dhe për ata të cilët kanë mundësi, është e preferuame dhe të njëkohësisht namazi i teravis mundet me kanë shkak se të falen mëkatet e vogla. Këtë thotë edhe pejgamberi alayhis salam, po thotë men qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush brenda muajit të bekuar të Ramazanit falet, është synimi konkretisht për namazet e teravive, pra fjala namazet e natës, Zoti Xheleshanuhu, pra me bindje se do të kesh shpërblimin prej të Madhit Zot, Zoti Xheleshanuhu do të falë mëkatet e kaluara, pra fjala për mëkatet e vogla, se ne shpesh herë ndoshta jem më të ngarkuar me mëkatet vogla se me haramet mëdha, sepse haramet i dim se janë harame dhe mundohemi mu ruaj, mu largua, me mbrojt vetëm prej tyre, kurse prej atyne të voglave shpesh herë nuk i llogarisim ose mund të vinë ato si pasojë mos kuptimit ose mos vlerësimit dhe mushet thesi, pika mundet mu mush thesi, e më mire zgjan për pastrimin e tyre janë adhurimet, janë namazet, janë lutjet, janë kërkimi falje, edhe çdo adhurim që bëjmë për hir të Zotit dhe mundohemi se të kërkojmë prej të Madhit Zot faljet për neve edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Amin. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e misionit të Ramazanit. Faleminderit edhe një herë që morët rrugën të jeni sonte këtu në televizionin të UTA për të gjithë ato shikues që na kanë ndjekur sonte dhe faleminderit edhe një herë. Shpresoj që lutjet dhe agjërimi juaj të jetë i pranuar. Ishte kënaqësi edhe për neve, faleminderit edhe për ju e për ftesën. Shpresojmë se këto ditë që kanë mbet
nga ky muaj i bekuar i Ramazanit për të gjithë neve të jenë të lehta dhe të pranuara nga i Malli Zot, dhe don Zoti inshallah se të çoj paqë dhe mirësi me mëshirën e Tij në çdo vend, kënaqësi, edhe i herë të jem musafiri juaj dhe për të gjithë televizionistët. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit edhe një herë. Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm edhe drejt përfundimit, ndal nga dal, po afrohet edhe koha për të çelur iftar. Shpresojmë që lutjet dhe agjërimi juaj të jetë i pranuar. Faleminderit edhe një herë që qëndruat me ekranin e televizionit të UTA. Falenderojmë edhe sponsorët e këtij emisioni dhe këtu ju themi natën e mirë dhe mirupafsh.